prej fëmijëve që e luajnë Robloxin, janë identifikuar edhe në Roblox shpeshherë kampanja të cilat nuk janë të mira për shëndetin mendor të fëmijëve apo. Cilat janë lojrat më të rrezikshme, nëse veç i keni të identifikuar, edhe cilat janë kryesisht lojrat që nxisin dhunë? Lojrat, tash shumica e lojrave që i luajnë trit janë online, edhe ka nisë me u shkri ai kufinin mes çka është lojë dhe çka është rrjet social. Këto lojna që i konsumojnë të rit janë e kanë shumë të shprehur në aspektin social. Edhe nuk e din se çfarë teme ka me u trajtu mes këtyre trive aty. Nuk e din ti, nuk mundesh me thonë se kjo platformë është në rregull, pra nuk ka rrezik, edhe një lojë tjetër që ka rrezik më shumë. Për shembull, të fillu prej trive, prej fëmijëve që e luajnë Robloxin, janë identifikuar edhe në Roblox shpeshherë kampanja të cilat nuk janë të mira për shëndetin mendor të fëmijëve, apo e shtyn një agjendë apo një formë të radikalizimit. Tash nuk ka formë definitive me cilën ti mundesh me definu se kjo lojë është e rrezikshme apo jo.